Venezuela po hyn në një fazë të re politike dhe ekonomike, ndërsa presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez ka sinjalizuar ndryshime të thella në qasjen e vendit ndaj industrisë së naftës dhe marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e saj të parë për gjendjen e kombit, Rodriguez kërkoi zyrtarisht hapjen e industrisë shtetërore të naftës ndaj investimeve të huaja, duke cilësuar këtë hap si pjesë të një politike të re që po formësohet në vend. Deklaratat vijnë vetëm pak ditë mbas rrëzimit të ish-presidentit Nicolas Maduro dhe në kushtet e presionit të drejt amerikan për ristrukturimin e sektorit energjetik venezuelian. Rodriguez u bëri thirrje ligjvënësve të miratojnë reforma që do të mundësonin kompanive të huaja akses në rezervat e mëdha të naftës së vendit, ndërsa diplomatët e huaj i ftoi të informojnë investitorë ndërkombëtar për ndryshimet që po ndërmerren. Ajo theksoi se Venezuela synon të rikthehet në tregjet globale përmes marrëdhënieve të tregtisë së lirë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se synon të ushtrojë kontroll mbi të ardhurat nga eksportet e ardhshme të naftës, me argumentin se ato duhet të përdoren në dobi të qytetarëve venezuelian. Në këtë linjë, Rodriguez njoftoi krijimin e dy fondeve sovrane, një për shëndetësi në krizë dhe një tjetër për rindërtimin e infrastrukturës publike të degraduar. Pavarësisht tonit më pajtues, Rodriguez kritikoi ashpër arrestimin e Maduros nga SBA-ja, duke cilësuar si një njollë në marrëdhënie dypalshe. Megjithatë, ajo mbështeti rifillimin e dialogut diplomatik mes dy vendeve, duke shmangur retorikën e ashpër anti-amerikane që ka karakterizuar qeveritë e mëparshme. Nuk duhet të kemi frikë nga diplomacia, deklaroi ajo, duke kërkuar që politika të mos udhëhiqet nga urrejtja dhe përçarja. Ndërkohë, situata politike mbetet e paqartë. Rodriguez ka premtuar vazhdimin e lirimit të burgosëve politik të ndaluar gjatë regjimit të Maduros. Megjithse organizatat për të drejtat e njerëzit raportojnë se vetëm një pjesë e vogël e këtyre lirimeve është verifikuar. Në të njëjtën kohë, zhvillimet në Caracas kanë përkuar me lëvizje të rëndësishme në Washington. Udhëheqësja e opozitës venezueliane dhe fituese të çmimit Nobel për paqen, Maria Corina Machado, u takua me presidentin Donald Trump, të cilit i dhuroi simbolikisht medaljen e Nobelit, si shenjë mirënjohje për mbështetjen ndaj kauzës demokratike të Venezuelës. Machado e përshkroi gestin si një akt simbolik politik, duke theksuar se ai përfaqëson vlerësimin për angazhimin e Trump në mbështetje të lirisë në Venezuelë. Presidenti Trump ka shprehur më herët ambicien për të fituar çmimin Nobel për paqen, por Komiteti Nobel ka sqaruar se çmimi nuk mund të transferohet, por veprimi i saj pritet të nxjisë debate të forta politike. Megjithatë, roli i Machados në zhvillimet e ardhshme mbetet i paqartë. Administrata Trump e ka lënë atë jashtë negociatave kryesore për të ardhmen e Venezuelës, duke treguar mbështetje publike për Rodriguez, të cilën presidenti amerikan e ka cilësuar si një figurë të besueshme. Brenda vendit, mediat shtetërore vazhdojnë linjën pro-qeveritare, ndërsa në rrugët e Caracasit janë regjistruar protesta dhe tubime në mbështetje të qeverisë, në prani të shtuar policore. Ekspertët vlerësojnë se qeveria e përkohshme po përpiqet të balancojë hapjen ekonomike ndaj SBA-s me ruajtjen e kontrollit politik të brendshëm. Në një klim të mbushur me pasiguri, shumë qytetarë shprehen se ardhmja e vendit mbetet e paqartë, ndërsa vendimet kryesore duket se po merren jashtë kufive të Venezuelës.